Të nderuar vëllezër besimtar, s'ka dyshim se një ndër sfidat me cilat ballafaqohen besimtarët në kohën e verës është edhe shiqimi ose ruajtja e shiqimit. Nuk ka dyshim se është një sfidë jashtëzakonisht e madhe kur marrim parasysh shfrenimin e madh të femrave, të grave, të vajzave në vendin tonë në raport me veshjen e tyre. I kanë te i kalu të gjitha kufit, kanë ty çdo normë dhe etik. Nuk po flasim këtu ma për normat fetare, edhe pse jemi musliman. Mirë po veshja e tyre i te kalon edhe gjitha normat njerëzore, një shoqëri normale, pa qenë fare islame, një shoqëri që ka pak njerëzillëk dhe ka pak insanllëk. Nuk del dhe nuk veshet qysh po veshen gratë në rrugët tona dhe në vendet tona. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Por ne kemi një temë se si të ruajmë shiqimin. S'po kemi mundësi që me ndryshu këtë gjendje, atëherë duhet të ruajmë shiqimin, sepse shiqimi, dashur vëllezër, ndikimi i tij është jashtëzakonisht i madh, për mirë ose për keq. Dhe ruajtja e tij i sjell besimtarit të mirat shumëta, fillimisht tash në jetën e tij, por edhe botën tjetër. Ka shumë dobi ruajtja e shiqimit dhe kjo vlen edhe për burrat edhe për gratë. E kem për qëllim ruajtja e shiqimit nga të shiquarit me ato që Zoti e ka ndalu. Pra që burri të mos shiqon gratë e huaja dhe të mos shiqon në avret të burrit. Dhe gratë po ashtu, të ruhen dhe të ulin shikimin, mos shiqojnë burrat të huaj, por edhe avretin e grave gjithsesi. E kjo nuk është vetëm në rrugë. Ruajtja e shikimit duhet bëhet çdo herë dhe gjithkund, edhe në rrugë, po edhe në ekranet televizive, edhe në telefon, edhe kudo që ballafaqohet njeriu me një fotografi ose në njeri që ka të zbuluar pjesë që Zoti ka ndalu me i zbulu para burrave të tjerë, besimtari duhet të veproj, pra ta ul shiqimin e tij, ta ruaj shiqimin e tij. Fillimisht se kështu ka kërkuar Zoti subhanahu wa taala. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dhe thua ju besimtarve, fon urdhërore, le ta ulim shiqimin, nga ajo që nuk bën me po, jo me hec me sy mbyllur, ato ku nuk duhet me shiqu, ule shiqimin, dhe le t'i ruajnë gjymtyrët e tyre, organet e tyre. Wa kullil mu'minat, ajeti vijues, dhe thua ju besimtareve, i njëjti urdhër edhe për gra, le ta ruajnë shiqimin, le t'i ruajnë organet. Dy të dashur vëllezër besimtar, është respekt ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij. Andaj profeti alayhi salatu wassalam ka porositur në shumë hadithe që me ruaj shiqimin. Mos me shiqu në haram, është e vështirë ndoshta sot.
Por besimtari duhet bëj përpjekje maksimale, e nëse është i sinqert dhe përmes masave që Allahu i ka parapo, atëherë ka me arrit me lenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Profeti ka porosit që mos me shiqu në avretin as të burrit dhe as të gruas, të hujë është fjallë. Tretë dashur vëllezër besimtar, ruajtja e shiqimit është ruajtje nderit. Është ruajtje nderit. Është ndershmëri, sepse shiqimi është dera më e shpejtë dhe e gjerë me depërtu në zemër, dhe asgjë s'mundet me depërtu ma fuqishëm dhe ma shpejt në zemrën e njeriut se sa fotografia, ato që ka shkojnë për mes syrit. Andaj jo rastisht Allahu ka përmend ruajtjen e shiqimit, pastaj ka thonë ruajeni e shiqimin, pastaj ruajeni organet, mos bëni zina. Sikur po don Allahu azza wa jalla me tregu se shiqimin haram çon në disa punë pastaj edhe më të rënda dhe më të këqija. Të kundërtën, ruajtja e shiqimit i ndihmon besimtarin me ruajt veten e tij edhe nga punët e dyta, nga amoraliteti dhe zinaja. Allahu na ruaj ya rabbal alamin. Ruajtja e shiqimit të dashur vëllezër besimtar është pastrim për zemrën, pastrim për shpirtin. Realisht ruajtja e shiqimit e mbron zemrën nga helmet e fotografive dhe të pamjeve të ndryshme të këqija dëm që i bëjnë zemrës. Andaj po në të njëjtat ajete që Allahu ka thirrë për me ruajt shiqimin, ka thonë dhalike azka lahum, kjo është më ndershme për ata. Pra për ata që e ruajnë shikimin është e ndershme, është pastërti, e ruan zemrën nga të këqijat, nga mendimet të këqija, po edhe nga veprat të këqija. Ruajtja e shikimit ruan edhe familjen, ruan edhe raportet bashkëshortore. Nuk njëri prej shkaqeve, njëra prej arsyeve më të mëdha të prishjes, të zbehjes së dashurisë bashkëshortore dhe prishjes së martesave është pikërisht që burri dhe gruaja nuk e ruajnë shikimin e tyre, por i kullotin syt në për gratë dhe burrat e huaj. Andaj ndoshta pastaj gruaja nuk i pëlqen, ndoshta pastaj burri nuk i pëlqen, ndoshta e ka bë dikush fitnë më tepër. E prej masave preventive për me ruajt familjen, jetën bashkëshortore të dashur vëllezër besimtar është edhe ruajtja e shikimit. Le ta ruajnë burri shikimin, mos shiqon haram, dhe le ta ruajnë gruaja shikimin, mos shiqon haram, se kështu dashur vëllezër besimtar, ko me dash njëri tjetrin më shumë dhe s'ka dyshim, dhe kundërtën, nëse nuk e ruajnë shikimin burri dhe gruaja, kjo pastaj nuk shkon larg dhe ka me qu deri te ndarja, sepse nuk i pëlqen mo gruaja e tij dhe nuk i pëlqen pastaj as burri i tij, sepse pas ka gra më të jeshme dhe pas ka burra më të mirë, sigurisht se ka, por ti ruaju ato që Allahu ta ka bën nasip, dhe ti grua ruaj atë burr që Allahu ta ka bën nasip, sepse kështu jeta juaj është më e mirë dhe më e dobishme. Po është dashur vëllezër besimtar, prej dobive të mëdha të ruajtjes së shikimit nga harami është edhe ruajtja e shoqërisë. Ruhet shoqëria, ruhet familja, ruhet familja e ngushtë dhe e gjerë, dhe ruhet shoqëria drejt shitjes, drejt degenerimit dhe shfrenimit. E kjo është një prej sfidave me cilat është duke ballafaqu rinia në veçanti, por shoqëria në përgjithësi. E gjitha këto probleme, e gjitha këto telashe, e kanë dikun një hilet të ndëruar vëllezër besimtar. E kanë dikun një shkelje, kemi bo një rëshitje dikun, kemi një defekt dikun, që martesat nuk po shkojnë,
që familjet nuk po duhen, ka diçka të dashur vëllezër besimtar. E prej arsye padyshim është edhe kjo shkelje e madhe që bëhet, edhe ky haram i madh që bëhet, duke lakmu mas tirëve dhe mas tirave dhe duke në përkëm ata që Allah subhanahu wa taala i ka dhënë besimtarit. Andaj ruajtja e shikimit e ruan edhe shoqërinë të dashur vëllezër besimtar nga dukuritë negative. Wallahi sikur të ruhej shikimi, sigurisht se s'do të bëheshin edhe shumë punë të tjera që bëhen në shoqëri. Sikur të ruhej shikimi, s'kishte me pas ndoshta nevojë hiç edhe për shumë gjëra të tjera që hapen. Pikrisht përmes shikimit bëhet joshja, pikrisht përmes shikimit tërheqet e rinia drejt atyre veprave dhe jo vetëm rinia, drejt atyre veprave cilat pastaj përfundojnë qoftë me zina ose edhe me vepra të tjera të ndaluara. Po ashtu dashur vëllezër besimtar, prej dobive të mëdha të ruajtjes së shikimit është se si thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, ai që e ruan shikimin e tij, Allahu ja kompenzon me urtësi dhe larpamësi. Dhe është rrallë ose nuk mundesh me gjetë një njeri të shfrenuar. Nuk mundesh me gjetë njeri të shfrenuar, i cili nuk e ruan shikimin e tij, nuk i ruan sytë e tij, nuk e ruan nderin e tij, nuk mundesh me gjetë ai urtësi dhe larpamësi. Andaj Allahu i jep dritë atyre syve të cilët e ruajnë shikimin vetëm ku Allah subhanahu wa taala ka kërku dhe ka leju. Andaj pikrisht ajeti për ruajtjen e shikimit është përmend në surën An-Nur, surën e dritës. Thot Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, sikur po do me tregu Allahu subhanahu wa taala se këtë dritë Allahut, se këtë dritë e Kuranit, nëse do me përfitu prej saj, ruaj shikimin, ruaj sytë i dashur vëlla, ruaj sytë nderuara motër, sepse aq sa i ruan sytë nga harami, aq më tepër Allahu t'i jap dritë në zemër. Aq sa i ruan sytë nga harami, aq më tepër përfiton nga Kurani. Aq më tepër që ruan shikimin nga harami, aq më tepër përmallohesh për lexim dhe shikim nga Kurani. Për arsyeve që sot ka pak njerëz të urtë, larpamës, cilët ndoshta ki dëshirë me shku, mo a marrë mendimin, ndoshta për arsyeve është edhe kjo, kurse në kaluarën tonë, jo të lartë dashur vëllezër besimtar, në shoqërinë tonë, në familjet tona, kishte njerëz ndoshta nuk kishin shkollë, kishte burra që ndoshta nuk kishin magjistraturë dhe as doktoraturë, madje ndoshta nuk kishin as fakultet, e disa prej tyre nuk kishin as shkollë të mesme të kryer, nga se rrethonat ishin të tilla. Mire po, kishin urtësi, kishin larpamësi dhe fjalët e tyre, urtësitë e tyre edhe sot na shërbejnë. E prej arsyeve është sepse e kanë ruajtur shikimin, e kanë ruajtur mendjen, nuk e kanë baltos me gjëra të ndaluara dhe e fundit dashur vëllezër besimtar prej dobive të mëdha të ruajtjes së shikimit është se është shkak, ruajtja e shikimit është garancë për në xhenet. Kështu ka premtuar profeti alayhi salatu wassalam, ka thënë ai dërguari i Allahut, ai i bekuar, men yadman li sittan ose idman lu minkum sitta min anfusikum sitta admanu lakum al-janna. Mi garantoni 6 gjëra. Mi garantoni 6 gjëra, unë ua garantoj xhenetin. E për këtyre 6 ka përmend dhe ruajtja e shikimit. Ruajtja e shikimit është devotshmëri, është ndershmëri, është urtësi dhe larpamësi, është nder, është ruajtja e familjes, është ruajtja e shoqërisë, është ruajtja e jetës bashkëshortore dhe është rrugë për në xhenet. Allahu na mundsoft, ja Rabbel Alamin, të ruajmë shikimin dhe gjymtyrët tona në përgjithësi nga ajo që Allahu subhanahu wa taala ka ndaluar dhe nuk ka dëshirë që robi i tij me ranë të quli qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.